Përmes taktikave të zvarritjes, Sali Berisha ja doli ta shtyp pas zgjedhjeve një vendim të pritshëm të gjykatës së posaçme që ta ulte ato në bankën e të akuzuarve për aferon korruptive Partizani. Në seancën paraprake të kësaj të hënë, e cila zvarritet për 24 tetorit të vitit 2024, avokatët e ish kryeministri Sali Berisha i kërkuan gjyqtares Flojera Davidi të shpallë të pavlefshme provat dhe vendimet e dhëna nga kolegja e saj Rena Gjoka, e cila ka qenë gjyqtarja e hetimeve paraprake dhe ka caktuar ndaj tij masat e sigurisë. Ne sot vazhduam, i dham dhe njëherë mundësinë kësaj gjykate që të revokonte vendimin për pavlefshmëri dhe papërdorshmëri që ne kemi ngritur për ta sjellë këtë proces në shinat ligjore, pra për ta bërë rregull ligjërisht, dhe gjyqtarja përsëri e rrezoi këtë kërkesë. Këtë kërkesë avokatët e bazuan në një vendim të drejtësisë greke, të cilin thanë se e siguruan përmes Fredi Belerit, e që tregon se sipas tyre Rena Gjoka është dënuar në 2005 me gjop për falsifikim të vizës së udhëtimit. Disponojmë tashmë provën e pakundërshtueshme, vendimin e gjykatës greke për dënimin e saj, çka e bën atë një gjykatë jo të krijuar me ligj, duke mos pasur kushtet e qenies të gjyqtarit. Dhe edhe këtë kërkesë, pavarësisht se ne kërkuam kohë të paktën fizikisht për ta firmosur, për ta shkruar, për ta formalizuar si kërkesë, ajo rrezon pa pasur kërkesën në dorë. Gjyqtarja Flojera Davidi rrezoi këtë kërkesë, por avokatët e Berishës, në tentativë për të zvarritur procesin pas zgjedhjeve të 11 majit, kërkuan përjashtimin e vet Davidit, të njëjtës gjyqtare që ka hequr arrestin e shtëpisë dhe e nxori në liri ish kryeministrin. Në këto kushte gjyqtarja e shtyu më 19 maj seancën paraprake, ku do të vendoset nëse dosja ndaj Berishës, dhëndrit të tij maltezi dhe 3 të pandehurve të tjerë kalon apo jo për gjykim.